Tani ta shohim edhe interiorin. Me Keyless Go hapet me çelës në xhep. Tash i ka sedilet elektrike me memorie këtu, siç e klasat e tjerë. Këto e ka vu vetë besoj AMG-s. Bokset i ka Harman Kardon. Sedilet i ka shumë suportive, që sa të thellume i ka këto. Duke qenë se është versioni facelift, e ka edhe ekranin më ndryshe, nuk e ka atë që del këtu, e ka atë bashk, timonin më ndryshe. Shumë interior i mirë është, me thonë drejtën, plus minusat. Si fuqi këto isoj kanë majtë edhe pre-faceliftin, se dhe ka qenë edhe stock edhe me performance package. Pre-facelifti s'ka pas se Comfort Sport, Sport Plus, manual edhe RS-n. Edhe këta AMG-n e ka vu vetën që kontrollo këtë kompjuterin e bordit, dhe njëzim kuadrin. AMG deri në 320 km/h, këta e ka vu me vetë që aftermarket. Sedile me ngroje, traction control off, edhe me ngroje krau tjetër. Prap tu command sistemi. Kamion e ka me 7 marshe MCT, speed shift AMG-s. E mirë është si kamion, goxha e mirë. Edhe këto sedile tjera këtu shumë të forta. Lartë është tapisiri e zezë, është Alcantara është zi, ka badgjën të sipër. Thonë, si që klasë, po me këto pjesë të AMG-s. Kjo dhe rimesën e ka ndruni. Më thonë, kabinë që klasë është. Ka kofërnën që i ka këto modalme. Tash i mrapa këtu është shumë ngusht, as po tentoj me hyp fare. Shumë ngushta janë të përgjithsisht. Këto që klasë atë kjo gjeneral, për kjo i ka sedilet më të mëdha dhe ka akoma më pak vend. Ta shohim edhe motorin.